Mirë mëngjesi, mi së dashurja ku po takojmë bashkë edhe në këtë ditë të mërkur. Uroj të keni një ditë sa më të mirë sot, bashkë me Jeta Sot nga kjo studio e emisionit, po ju përshëndesim dhe shpresojmë shumë që deri në fund jemi bashkë duke shiu kështu më tej për muzikë sot, sepse dita e mërkur, siç kemi përmend nga fillimi, do të jetë për artistë të rinj, të cilët janë edhe instrumentistë, edhe vetë këngëtar, vokale të jashtëzakonshme, kështu që ndonjëherë ndoshta edhe nuk jepet mundësia sa duhet për këta të rinj që i kemi nga gjithë Kosova, po edhe nga jashtë. Sa jemi tek kjo pjesë, kur kemi të bëjmë me shqiptarët që jetojnë jashtë, me njëherë, po kërkoj që të lidhem bashkë me një shqiptare që po na bën shumë krenare në The Voice në Finland, është kjo Hana Orlati, e cila ka mahnitur jurin edhe publikun e Finlandës me zërin e jashtëzakonshëm që ajo e ka treguar, atë e kam tash një lidhje drejt për drejt, po na lajmërohet pikërisht nga vendi i saj dhe sigurisht ka pas një eksperiencë sa emocionuese, aq edhe të veçantë, sepse veç ka nisë me rrugtimin e saj, po uroj një mirë se ardhe në Jeta Sot këtu në studion tonë. Hana, mirë mëngjesi, faleminderit shumë që jemi ne. Mirë mëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Shumë kënaqësi, aq më tepër që me këtë zërin tonë me vokalin jashtëzakonshëm ke bë me u mahnit edhe një publik e një juri e tërë, sigurisht. Faleminderit shumë, po. Hajde tregojmë pak për rrugtimin e Hanës, unë përndryshe kam pa edhe nga të tjera paraqitje që ajo i ka pas, nuk është veç fillimi, as nuk është risi për të muzika, qysh ka herë, që tregojmë pak si erdhi deri tek kjo do të thotë paraqitje që tashmë teke në The Voice atje në Finland. Po, në fakt në muzikë kom fillu më merr shumë e re. Kom fillu në grupin e fëmijëve të Zëllonjat me mësuese Ndrita Rudi dhe Deja Gjemoli, ku ato e kam pa që kam talent për muzikë dhe mandej më kanë shtyr dhe më kanë mbështet. Mandej kom marrë pjesë te festivali Prishtina Kids Fest, ku dhe mandej vendosa me shku te The Voice Kids of Albania në moshën 10 vjeçare, ku edhe prej aty mandej dëshirova që me fillu pak shkollimin më të thellë të muzikës te shkolla Prenkjakova. Ku aty në fakt më shumë kom mësu për muzikën klasike, por që gjithmonë e kom pas dashurinë për muzikën pop, për më shumë balada, ato këngët emocionale, edhe mandej kur u zhvendosa këto veç pse do isha me fillu karrierën, dyqysh me i marrë hapat e parë dhe mendova që The Voice of Finland është mundësia më e mirë për me fillu. A ishte vështirë, ndoshta edhe tek, si me thonë, pjesëmarrja aty, për shkak se zhvilluan audicione të ndryshme, nuk është ndonjë spektakël do si do, ka goxha procedura që duhen kalu, po vokali ju besoj që e ka bët vetën. Po, në fakt kanë qenë gati 2000 e ma shumë aplikime që kanë dash me marrë pjesë, po normal, para se me shku te audicionet e fshehura, janë 2 audicione paraprake që produksioni e sheh se aja më nësh me shku ma fazat e tjera ajo. U ka në pak svet se ka konkurencë, ka gja shumë, ka njerëz shumë të rritur që kanë eksperiencë nashta shumë vjeçare dhe janë me shkollën e lartë, edhe normal janë vetë se kanë zhvillua talentin e tyre më shumë, po besoj që ajo nuk është problem në momentin që e ki talentin edhe punën gjithçka arrihet. Patjetër, hajde ato dëgjojmë veç pak nga vokali yt para se të përmendim pak edhe kthimin e jurisë që ke pas pikërisht nga një prej këngëtarëve të njohura me emër në Finland, e që ma mërmendja ndoshta edhe se ke prit, po edhe ke pas dëshirë të dyja. Po sot kam vendosur që me performu pak këngën e Fifit Marova, një pjesë shkurt, se mendoj që edhe na përshtatet pak zhondrën e kena kështu pak të njëjtë. Patjetër, ndoshta një bashkëpunim herë do kur, pas ka mundësi me ndodha, nëse veç bëhet me ardhë në Kosovë. Opsionet janë hapë kushdo që është, kushdo që ka dëshirë, pse jo. Patjetër, hajde dëgjojmë bashkë. Haj, kush dim bjen mu ma nje, se Marova, mas teje, u tërvova, mas teje, vetën harova, mas teje, prek ma shpirtin e se do t'i theje, se Marova, mas teje, u tërvova, mas teje, vetën harova, mas teje, ti veç pak t'kishe po mas meje. Faleminderit shumë. Lumtë. Tregom edhe për atë paraqitje që e pate, se është një stres në vete, Hana, sigurisht. Ajo paraqitje para një mase shumë të madhe. Mandej kur e ki në mendje, po kthehen, ose jo juria, po vendoset që ti t'jesh pjesë atij spektakli, cilat ishin emocionet, çysh e përjetove atë dalje?
Në fakt, kur kom apliku për The Voice of Film dhe një mhime atë menimin me pas një eksperiencë të re dhe me sfidu vetën se është kohë gjatë që nuk kom marrë pjesë në performanca edhe nuk kom performu kështu në publik. Po, kom vendus me marrë atë sfidë pikërisht këto se jam veç se të jetu edhe kisha dëshirë me fillu ata hapat e parë. Stres, po, kom pas ka shumë, po mendoj që kom arrit ashtu me i menaxhu shumë mirë se e di që është veç një mundësi dhe ndodh njëherë në jetë, kështu që jam mundu me jap maksimumin tem. Po që që jenë ambient të shkollës dhe këtë kemi bisedu bashkë që do të kemi mundësi kështu me realizu lidhjen e drejt për drejt sot. Du me ditë pak e marrë dhe komente nga ana e stafit shkollor aty sigurisht, shokëve, shoqeve, aq ma tepër që një shqiptare është pjesë e The Voice në Finland. Po, në fakt, këtu në shkollë që jem, kjo është shkollë e gjuhëve të huaja dhe jem të mësu gjuhën vetë se finlandeze. Edhe në klasë kam nacionalitetet ndryshme, edhe pse jem shqiptare shumë më kam përkra dhe më kam mbështet, edhe finlandes këto të kitë profesorat që janë sa herë që më ka vry me dalë me shku me një intervistë ose me shku me një provë, gjithë më kanë leju kështu pa pikë probleme, edhe janë shumë krenore edhe pse jem shqiptare e prapë. Po prej këngëtarës që të zgjodhi dhe tash je pjesë e jurisë së saj, pat komente të tjera ndoshta edhe bashkëbiseda që ke zhvillu me të pasi që u zgjodhe që t'jesh në ekipin e saj deri në fund? Po, tash veç se jam në grupin e Jeni Vartiainen edhe është një artiste shumë e famshme finlandeze. Masi që kom po që ajo këthy, kom qenë shumë e lumtur se gjithmonë prej që jam zhvendos në Finland, aja ka qenë artistja e parë që e kom njoft edhe ja kom ditë ashtu pak kongët. Ajo komentet e saj në fakt më kam pëlqy shumë se ka pas besim që unë më halema shumë me shku në fazat e tjera dhe kam potencial. Edhe një sen që e kom lirësu shumë taja ka qenë që e ka ndijat emocionin që kom dasht me shprej për mes kongës, se normal çdo kongë ka një histori që është e ka atë mënyrën e vetë për me tregu për mes këndimit edhe mendoj që e ka vrej atë sen edhe është më vjen shumë mirë se gjithmonë kom dasht me shprej atë mënyrë. Sigurisht ka fundi bisedës Hana veç tregom cilat janë pritshmëritë që i ke deri në fund në këtë rrugtim që e ke nisë. Këtë rrugtim e kom nisë me atë mentalitetin që kom e bu ma të mirën edhe deri në cilën fazë të më arrit është një krenari shumë e madhe për mu se jam në një shtat tjetër edhe normal si emigrant është pak ma ndryshe edhe pak ma vështirë, po besoj që të shumë në cilat faza po më arrit kom e bu maksimumin tem. Pa tjetër e jotja është me dhënë maksimumin aqë sa ti ke mundësi edhe këtë vokal ta shfrytëzosh mirën ma të mirë. Falenderoj shumë që je paraqit sot për neve, turoj shumë suksese dhe sigurisht dëgjojmë një prapë. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën, gjithçka kena më pa prapë. Me shumë kënaqësi, faleminderit e paq ditë mbar. Me që dashur këtë bisedë që kemi bë me Hana Orllatin nga Finlanda direkt, pra shqiptarja që është pjesë e The Voice atje, do të keni mundësi me gjetë në rrjetet tona sociale, po pa diskutim në kanalin zyrtar që ka Koha Visioni. KTV Koha Vision dhe Jeta Sot, profili ku i kemi gjitha bisedat dhe çdo edhe bashkë bisedim që po e bëjmë përmes telefonatave do të mund ta gjeni aty. Ne nuk po ndrojmë as pak temp sepse tash e mërkura është ditë e arktimit më tepër e muzikës, artistëve tonë të rinj dhe tash në studio do të kem edhe dy tjerë të rinj që janë nga Rogova e Hasit, kanë marrë rrugën qyshherët për të ardhur këto edhe për tregu për muzikën që ata e kultivojnë. Njëri është kitarist, tjetri është klarinetist dhe të dy kam këtu në studio, po i mirëpres me shumë kënaqësi. Fjala është për Bislim Berishën dhe Mak Thaqin.